u armatos gjithë populli, u hapën depot e municioneve, të armatimit, u morën nga i madh dhe i vogël, domethënë ne në ato vite ishim prokuror, kishim ai pistolet në xhep, që për hir të vërtetës nuk është se na është dashur shumë, thjesht e kishim që na jepte shteti dhe ta mbaje për të pasur, domethënë mos të ishim të pambrojtur në një situatë pasi për ditë ishim prokuror që dënonim njerëz apo kërkonim dënime në gjykatë dhe ti përballesh një moment caktuar me qytetar nga 14 vjeç e sipër, po ndonjëherë edhe më të vegjël, që të armatosur me Kalashnikov. Depot shqiptare në ato vite kanë pasur për hir të vërtetës shumë Kalashnikov, kanë qenë plot dhe gjithë ti shikoje, edhe ajo pistoleta jote e vogël në xhep ishte mirë ta hiqe fare sepse përpara Kalashnikovit apo mitrolozit që u pajisën një pjesë e shqiptarëve apo armatimit pafund që ne edhe kur I kishim ato armë duhet I luteshim shefave të armatimit, lutem më gjejnë ndonjë fishek sepse I kishim me inventar, kurse qytetarët filluan një luftë me hajrin, domethënë ne nuk mund të flinim në ato vite gjumë sepse do ishin në breshëritë e qindra armëve që qellonin në ajër kot për hobi,